Pjesa edhe maskimit edhe sistemimit të kësaj pjesës këtu është me pemë, gjitha me një mur pemësh dhe vazhdon muri pemëve në gjithë gjatësinë. Kjo është 6.2 është në asfalt. Në total rruga shkon 11.2. Kjo është një vepër shumë komplekse, mbi të gjitha domosdoshmërisë për ta transformuar në një vijë bregdetare të standardeve më të larta në mesdhe. Ecim me ritëm dhe me cilësi shumë të lartë. Dhe këtu përftohen hapësira spektakolare që deri dje ishin ose të okupuara nga ndërtime abuzive ose nga ferra dhe ujëra të zeza. Nuk është një rrugë për të përshkuar atë dheun, por është një rrugë shëtitore dhe nuk mund të ketë një shpejtësi më të madhe se sa shpejtësia që imponon kalimi me 2 korsi, nuk mund të ketë më shumë korsi sepse ndan në mënyrë brutale gjithë pjesën e jetueshme nga plazhi. Rruga dytësore që do të ndërtohet, rruga mbrapa dhe rruga lart do të plotësojnë gjithë nevojat për një trafik më normal. Ndërkohë që në kohën e pikut bllokohen autostradat, jo më rrugët e qyteteve turistike që janë gjithmonë të rënduara nga trafiku. Gjithë ata që nga padurimi lëshojnë romuze dhe fjalë nxituara, kur të barë kjo punë do thonë jo, unë s'kam thënë që unë e dija do ditë e bukur, e ka thënë dikush tjetër. Është një prej spektakolar që do ketë një rezultat spektakolar, jam i sigurt për këto.